Çmimet e derivateve në Kosovë po vazhdojnë të shënojnë rritje të ndjeshme, duke rënduar drejt për drejt mbi xhepin e qytetarëve. Në disa pika të shitjes në Gjakov, aktualisht benzina po shitet nga 1,43 euro deri në 1,44 euro për litër, ndërsa nafta ka rritur nga 1,76 euro deri në 1,82 euro për litër, çmime që konsiderohen ndër më të lartat e muajve të fundit. Kjo rritje nuk është e izoluar vetëm në tregun vendor, ajo lidhet ngushtë me zhvillimet globale, sidomos me tensionet dhe konfliktin në lindjen e mesme, një rajon kyç për prodhimin dhe furnizimin me naftë në botë. Ekspertët paralajmërojnë se nëse konflikti vazhdon, çmimet mund të rriten edhe më tej, madje duke kaluar edhe 2 euro për litër në disa vende, përfshirë rajonin. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka komentuar së fundmi mbi këtë situatë, duke deklaruar se lufta me Iranin mund të përfundojë së shpejti dhe se në atë rast çmimet e naftës pritet të bien ndjeshëm. Megjithatë, deri në stabilizimin e situatës gjeopolitike, tregu mbetet i paqëndrueshëm.